A lind Zoti? Çfarë do të thonë Krishtlindja? Është një pyetje që e gjen shpesh në rrjetet sociale. Në fakt, Krishtlindja është ardhja e Zotit si njeri, ardhja e Zotit shpëtimtarit në tokë si njeri. Dhe ne festojmë ardhjen e tij. Zoti nuk lind. Jezusi, Bibla na thotë që ka qenë para Abrahamit. Para Abrahamit Jezusi thotë që unë jam. Pra, ai ka ekzistuar gjithmonë, gjatë gjithë kohës, sepse ai është për te kohës në fakt. Dhe ne e festojmë Krishtlindjen sepse besojmë që si mëkatar që jemi, kemi nevojë për dikë që e paguan mëkatin. Prandaj, Jezusi është kurbani perfekt që shlyen mëkatin tonë. Ne kemi mëkatuar dhe Jezusi përmes sakrificës së tij në kryq paguan për shpëtimin tonë. Dhe për këtë jemi mbledhur edhe këtu në sheshin Skënderbej, bashku me shumë miq të tjerë dhe po ju urojmë Krishtlindjen shqiptarëve në sheshin më të madh, këtu tek çadrat e Krishtlindjes në shesh. Ju përshëndesim.